dhe u larguan nga procesi edukativo arsimor, të cilët kuptohet kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në arsim, sepse ishin ato kohë shumë të vështira. Me njerë pastaj kur erdhi koha e viti 1987-88, edhe atëherë pra para pavarësisë së Maqedonisë, filluan peripecit e ndryshme. Me një fjalë, atëherë filloi rrënimi i rrethojeve dhe mureve të familjeve shqiptare dhe suprimimi i arsimit në gjuhën shqipe në shkollat e mesme. Suprimimi i arsimit shqip në shkollat e mesme u zhvillua në atë mënyrë që filloi përzierja e nxënësve. Pra, nxënësit shqiptar i shpërndanin në paralelet me mësim në gjuhën maqedonase. Mua më kujtohet shumë mirë data 28 gusht vitit 1988, kur unë erdhen përfaqësuesit politik të Partisë Komuniste të atëhershme të Maqedonisë në sallën e ish komitetit që është në Kumanov, dhe unë mora një ftesë nga kryetari i bashkisë lokale të atëhershme, kisha dëshirë që t'u them disa gjëra këtyre përfaqësuesve politik të kohës. Atëherë ishim vetëm se 3 përfaqësues shqiptar, të cilët kemi mbajtur fjalim përpara këtyre përfaqësuesve politik, dhe unë u aplasë në fytyrë dhe thash se këto masa të cilët i ndërmerrin ata, gjoja se për ta përforcuar bashkimvllazërimin e atëhershme në deviza e famshme e socializmit në Maqedoni, në realitet ishte një shkelje e rëndë të drejtave fundamentale njerëzore e shqiptarëve të Maqedonisë. Me njëra ditë ishin mbledhur nga treva e Kumanovës, Likovës, shumë nga 7 deri në 77, themi, nga mosha, 3 pleq, vajza, gratë, të gjithë protestonin me mbishkrimet duam shkollën shqip. Dhe unë mbasi e mbajta fjalimin, dola jashtë, edhe pjesëmarrësit që ishin aty, edhe protestat filluan në qendër, në sheshin e Kumanovës të mbahen, edhe me njerë pastaj filloi ndërmarrja e masave drastike, burgosja e tyre duke i dënuar 2 e më shumë muaj, duke i shpërndarë në përburgjet, duke i rrahur, duke i maltretuar të gjithë pjesëmarrësit. Edhe unë edhe më herët lidhur me përvjetorin e këtyre protestave, kisha një status në murin tim të Facebookut, edhe thash se me 600 persona janë maltretuar edhe janë burgosur, ata cilët vetëm pse kanë kërkuar arsim në gjuhën e tyre amtare. Kështu që edhe atëherë disa profesor u larguan. Unë ta theksoj edhe faktin se unë mbaja mësimet e paralelit me mësimit gjuhën maqedonase, mbaja latinisht atëherë, edhe u larguan disa profesor, i larguan nga puna, i suspenduan, i larguan nga puna, disa tjerë braktisën vendin, disa tjerë edhe u burgosën për hir të aktivitetet të tyre, jo se diçka kishin bërë ata të gabueshme, ata thjesht e mbronin një të drejtë fundamentale, ata që e përmenda pak më parë, edhe unë u largova, unë kisha para përjashtim atëherë në vitin 1988, dhe me që në vitin me që ma morën edhe pasaportën, nuk kisha mundësi të dalë jashtë shtetit, filluan ato katrahurat, peripecit, bisedat informative e tjera, bastisjet në shtëpi kërkonin librat ndaluara, që kishte një listë e librave të ndaluara në gjuhën shqipe, edhe në vitin 89, falë ndihmave të një miku tim të atëhershëm të ndjerë në Kosovë, unë mora pasaportën e krahinës atëhershme, sot e Republike e Kosovës, ta e mundsoj që unë të braktisje vendin dhe të qëndroj për një kohë jashtë vendit.